Kom fillu për 2600 dhe në 2900. Të në shu shtajtu në pak, stagnova. A ki po spore të tua, po je ingredi? Jo, inshallah. Asë një sanë këtu qa po shekë janë kesh. Krejt veç me punë që i ki fitu? Elhamdulillah. Po me qatë qmim, delke një mishë, 1200 euro delke mujorja. Me placë e me shtallë diku 100 mjerë. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Jemi në një fermë të lopëve ku dita nis shumë herët dhe përfundon shumë vonë. Do të takojmë fermerin i cili çdo ditë kujdeset që asgjë të mos mungojë në shtallën e tij. Nga qumshti i freskët deri tek ushqimi i kafshëve, gjithçka është punë dorës dhe për kushtimin e tij. Qëndroni me ne për ta parë bisedën tonë edhe nga afër. Në gjatë Dorisha, pri fshatit Dubovi, komunës Veçani. A na tregon që sa vite merreni me firmën e lopëve dhe ka të ardhur ideja për me fillu me këtë punë? Fillimisht, me profesion jam gipser, që 5 vite i moj edhe baktin. Edhe qështu, i mungesës punëtorëve për ditë ma pak, tash hajde ta zhënoj dhe i grimbile qëllën, rezervë. Sa lopi keni aktualisht në fermë edhe apo ja vlen mundi për to? Apo paguhen? Po, për momentin janë diku një 13 copa me viqa me krejt. Menoj mu zgjeru, vendin e kom bo për 24 copa. Menoj gradualisht, të po të bo. A na tregon që shfillon një ditë të zakonshme këtu në firmën tuaj? Nësa ora zgjoni për me u kujdes për lopët? Për te sa jam punë me 2 puna, edhe gipser edhe në shtallë të, në 4, u zgjerisha dhe në 6 i përfundojsha. Në 6 e gjys, i mbledhesha punëtorët dhe shkojsha në punë. Deri e një 5 më promje. 5 promje dhe në 8 apet. E që shja del që edhe gipser edhe me në fermë? Vëllneti malë dhe qështu. E gjatë kohës kur nuk keni qenë këtu në fermë, kur keni qenë të përfundu punën e gipserit? Aty jam mush hajgrash që e kem për mas, për të ditën hajshin, më promi apet ju që qanë në grash mrena, edhe përfundoj këtë ditë aty. A kujdesesh veç vetë apo edhe me familja? Për këtu në shtallë, shoqen e kom pas, në nësëtap më ka një mu në mëngjes edhe në mbromja, edhe qështu. A na tregon pak edhe pjesën që ju keni jetu jashtë shtetit? Po, një 4 vjetë e gjyshim punë në Austri, të me thonë për 2008 dhe në 2011, do majtë e qështu. Kom punu gipser edhe aty, u këthejva, të po qështu, kom qelë firmën theme, të me thonë që tash në qeshori kom bu 11 vjetë me firmë. I falenderoj gjithë mishterit, klientat, kalmojt mirë, po edhe një mundu në ata temen, një majtë si pëjnë sotni. E pastaj kur u ktheve në Kosovë, nga të linde ajo ideja për me fillu me u marrë me lopë edhe, a ki pos tokat mjaftueshme për tokat mjaftueshme vështë babës, që anë i kem pas diku një 3 hektarë, të në që kem ble apet, që të pjesën që të e kom ble vjetë, në korrek, shtallën e kom marru në korrek, dhe në vjetëri e kom përfundu. Me që të punin në Kosovë, së gjitha, që është me thonë në pajisje me krejt qakë. E o kishe rekomandu edhe të rinjeve, a mundet një familje me umbojt nëse veç prej punës të blektorisë, me jetu? Që është mundet mëre, veç a dënë, veç a ka vullnetin, gaz. Çfarë rotëse i keni lopët? Lopët janë simentalë, tharën e piqekije, kom fillu për 2600 dhe në 2900. Të në shu shtajtu në pak, stagnova. A ki po spore të tua, apo je ingredi? Jo, inshallah. Asë një sanë këtu qa po shekë janë kesh. Krejt veç me punë që i ki fitu? Elhamdulillah. E qumshtin, a e shetënim? Qumshtin e grëmëlloj, aty e kam laktofrizin, vjen një ditë po i ditja e merë pika grëmëlluse. Ka sa litra qumsht i nëzirë në ditja? Me 7-9 copa, qëtash për momentin jam diko ofër 400 plus minus 10 litra.
So jeni të kënaqur me çumshtin që është një apo paguhet mjaftueshëm? Për momentin jo, të knaqët jemi konë me qatë çmim tash se pistë këqia duhet me lyp apet që ato të mirën si o konë. So ka qenë atër? Atër o konë 0,45, tash tiko 35 euro. Po me qatë çmim delke një mishë, 1.200 euro delke mujorja. Çdo muj ka 1.000 euro, veç prej çumshtet. Llogaritë 1.000 euro i hajnë koncentrat veta, 300-400 euro son tatet një mjaftoj. A e bleni ushqimin për vjeta, për lopë? Valla, shumicën e rezervojmë vetë, qka s'del, duhet me jabë giten edhe dikune, se veç ka i të vetë zbënë. Tokat e kështu, do me thonë krejt i mbjellne. Po, kolomaq, grunë, rovë, si thirë këta, barit njëm, qështu. So jeni të kënaqur me subvencionet e shtetit? Pasha zotën, unë e vjetë mas parti me lopë qumshtit ku më apliku, nuk janë keq, po fermerët e mdhaj nash i kanë alo pak nësi. Pa i për kokë lopës 900 euro në vit, i bjenë, për 9 copa. 900 euro në Po vit? nëse është 100 euro, po thojnë. Nëse kanë buka 100 euro për kokë në vit. Me dashtë edhe këtu e zamencën Koxhami. A ishe këthy prap me jetu jashtë? Ja, që sa vjetë o bonë në njëmë. Pse? Ja, mirë i kom punë të përmarë. Vllaznit jo i keni jashtë, apo? Dy janë Ata nuk atje, kanë- edhe një e kom këtu, edhe ai ka firmën e vetë atje në El. Mirë i ka punë përmarë. Ajo është Koxhama gjigant. Se ka investu më shumë. A na tregoni pak, nëse mund edhe pjesën kur jeni diagnostifiku me tumor. Po, Se keni qenë njëkohësisht të i bo dy puna, edhe gipser edhe me firmë të lopëve. Për pjesë pak e më stagnoja jo, për se jëmë konë përgja. I thonë mas punës? Jo, s'kom di që ka të ljonë të ishë kështu, ama më stagnoj pak trak. Amo apet, po më doket se mirë. Duhet. Cilat janë sezonat më të zorshme nashta për me u merë që lopë të dojnë kujdes më të veçantë? Sezona më e zashme është veç këtë bëhet për mja rezervu ushqimin. Qaj është temperatura pak e nellë të dojnë atë për, që shme thonë, mos më njallë. Sa të zgatë një javë dhe ditë. E dimrit që shja bëne për ushqim? Dimnit që ata shka të bujnë verës, duhet me hongër dimnit. S'ka tjetë. A merë një punëtore kështu për me ju ndihmu? Jo. Jo, ka dirë zoti mirë jemi vetë i herë. Sa të mujtë pështim që shtu. Në për shumë këto edhe këta borin e lagët. Po. Për kur e keni... Për dimër. lënë? Për dimër. Ta përzihet mikserë ko mikserën, përzihet me këta grunë në rovë, me sonë të thotë, edhe për 24 orë e mjafton. Për shembull një top, Po. sa mundet me ju bo? Por shtu të mija, 4 ditë 5. 4 ditë 5, ka sa herë nditje ja... Një herë 24 orë ju qesë. A keni grumbullu vet, apo... Vetë. Okej, e keni pas të Po, gjitha po të mjetet? mjellë. Veç 7 pështjellënit e bëj me pagesë, kështu, si me në vënd. Grand, as kom apliku kur, as kom marrë kur. Da me thonë si kjo i përkesi vetë kokë në shtetë. Edhe Sot du kam bo total, komplet. me placë e me shtallë diku 100 mjerë. Se edhe placi i bashkan gjitet mrena që asaj periudhe. Shtallës, diku 100 mjerë, 10 vite punë dhe me thonë, që tu. E ke planifiku ma heret? Pa pi mungesit punëtorë veç do ditë, veç me nëjsh aku me gjithë një burim. Autolari shtu si po janë me, që janë qelë me leo veta kjerët, u bon shumë, nuk ma mur me anja me hinat biznes. Sa dhe këto, thash, e pata pak shtyllë që tu do ljobë, do kështu, thash, edhe pe bëj vendin për 24 copa e këm bu, me nëj bej ka vitjeri besoj si mushë. Për me zgjeru ma shumë? Ja, që të vend, ma shumë, Okej, diri 24 copa. Çdo me nxes e pastrojmë,
për kur din lopë më konë pasta. Këta janë visat mishit, dhe në vitri pesaj mi majtë, vitri të në shirë. Ka sa ishet në tani për vitin e ri? Bahare tash tregi sa po është, që tash për momentin 4,5, po shkojnë, tash dhe atëherë. Për kilograma, Po, 4,5 po, në gjatë. kilogram. Okej, Shala rritet. po, që ajo me rëndësi. Po, Këtu këta janë janë, visat qumshtit, që një sa muj, i kanë lindë këta? ka një muj i kanë. Edhe Binjak këta- janë, a? Ja, ja. A vi që Ja, keni ja. vendosë? Për mes me bo shumë hapsin të. Të qumshtin me ngjesë në bramje, e këtë e pinë qumshtin të në që jam mush joj për gjatë dite, se në zëjtë temperaturat në elta. Pinë sa të pinë e ka njoj që aty. Gjdo me qësë veç vetë, a? Për momentin vetë, se kem një bebet vogël halo, thonë që vjen shoqja në animal. Okej, këto po e shumë edhe këto për Po, qëmë, kjo këtë është makinë. laktofrizi, këtu bëhet grumëllimi i qumshtit në 48 orë. I bjen një ditë po i ditë, jo. Edhe vjen pika grumëlluse.